Gjovalin Prendi, 69 vjeç, është një ndër rrobaqepësit më të vjetër dhe më të njohur në qytetin e Shkodrës. Me një përvojë që i kalon 5 dekadat, ai e nisi këtë zanat që në moshën 15 vjeçare, kur dashuria për punën me duar dhe kujdesi për detajin e shtynte ulej për herë të parë përpara makinës së qepjes, që për asaj kohe puna me pëlhurat, masat dhe modelet është bërë pjesë e pandashme e jetës së tij. Kryetologjisë Gorakuqve, na kanë një anan punëtor aty kam punu 13 vjet, mësoj kam punu me Ibrahim Dajtin, mësoj në rrej sistemi, në shtëpi privat, mësoj kam marrë dyqan me qera. Në dyqanin e vogël në Gjuhadol, ku aroma stofit dhe tingulli i makinës së vjetër të qepjes mbushin ambientin, Gjovalini vijon çdo ditë të punojë me të njëjtin përkushtim si dikur. Ai ruan ende me fanatizëm pajisjet e para të punës, që i ka përdorur në rininë e hershme. Sekreti i zanatit të rrobaqepësit është intuita, tregon Gjovalini. Kja ma tepër dën edhe intuiti fiet. Vazhdimisht e ke në zhvillim këtë edhe moshë teme si është, ka gjana të reja, modele, gjana. Të rinjt nuk e përqafojnë më këtë zanat, shprehet Gjovalini, i cili thotë se është brezi i fundit i rrobaqepësve meshkuj në qytet. Jena brezi i fundit, jena skadenci, thonë. S'ma menje se ka kusht nërmashkujt. Me kalimin e viteve, ai ka qepur me mira kostume, xhaketa, veshje të tjera, duke u bërë dëshmitar i ndryshimeve të modës dhe shijeve të njerëzve. Ai mbetet një shembull i gjallë i mjeshtërisë tradicionale që bashkon pasionin e rinisë me përvojën e viteve.